Dhe detyrimisht shqiptarët do ikin. S'kan gjetur zgjidhje tjetër. Ka ardhur fundi, zoti Sali Berisha dhe Edi Rama. Të dyve u ka ardhur fundi. Të dy e dini shumë mirë që do jepni llogari dhe po përpiqeni tani si ai gjatë për ta gosur që i luan bishin po kokën e ka të mbaruar. Do hiqeni, do zvarr do hiqeni. Jeni të sigurt. Unë kam besim te shteti amerikan dhe te mbështetja amerikane. Kam besim te shqiptarët e Amerikës. Kam besim tek avdetarët që janë vrarë, internuar, burgosur, pushkatuar. Çfarë su keni bërë ju që jeni sot të pushtet të dy palët, ju dhe baballarët tuaj. Më erdhi dje një video e një ish oficeri nga Kuçi i Vlorës që ka bërë të merre krime të tmerrshme në Zadrim, në Mirdit, në Baldret Lezhës, kush ka bërë pislloqja ai Hodo Habibi. Ata jeni ju, pasardhës e atyre. Ata jeni, ata. Aq të ndyrë, aq kriminal, aq gjarprinj jeni. U ka ardhur fundi, e shikoni që u ka ardhur fundi. Dhe përpiqeni me njëri tjetrin tani si do bëni që të shpëtoni. Nuk shpëtoni zotëri. Sado që të vonoi ai ashtu ndumani që për të zezën e tij po e bën këtë vonesë, po va them për të zezën e tij, ju prap nuk do shpëtoni. Ju prap vendin e keni në bankën e të akuzuarve dhe e keni në Reç. Avokat, a mendoni që mund të vinë dita që në shtator së bashku ne jemi duke folur për tërmetin ministër? Absolutisht e pa imagjinueshme dhe e pa mundur. Po në Shqipëri ka ndodhur shumë gjëra, ju e dini. Por në Shqipëri nuk do njihet zgjedhje më zotëri, tërmeti nuk i njihet mandati që do bëhet me këtë do bëhet ministër. Pse ndonjëherë tjetër në shkritur qeveria teknike më kanë mbaruar këta. Ore ta dinë shqiptarët, mos shpresoni se Edi Rama do mbaj pushtet deri shtator. Mos shpresoni se deputetët që nxorën tani këta, deputetët do marrin pushtet. Harrojeni. Para Rama në shtator nuk është ministër, kryeministër. Jo. Avokat. Jo në shtator, jo. Jo në shtator, jo. Shumë shpejt do dorëzoj detyrën do vej në burg. Se do krijohet qeveria teknike, do ta marrë qeveria teknike pushtetin në dorë. Po me ata që janë brenda çfarë po ndodh? Meta, Velia, Koka, gjithë këta. Për bukuri janë ata. Ata presin të vejde Salihu, të vejde ai Edi Rama, të vejde zonja Balluku, të bëj shoqëri atje se u ka bërë shoqëri kur ishin jashtë. Tani të bëj shoqëri dhe atje se gjuna helbete, më zhdeten ata të shkretën. Avokat, një koment ju lutem për ta mbyllur për rastin e operacionit madh, dosin që sollën italianët antimafia. Ju e shikoni edhe nga aspekti ligjor, por edhe nga aspekti politik, nga akuzat, sepse duket se operacioni kishte emrin Ura, po Ura lidhte jo vetëm krimin dhe politikën bashk, por ndoshta edhe drejtësinë. Si e keni parë gjithë, si akuzat nga Berisha, për Ramën, emrat në ndodhje në Durrës, bandën? Por nuk mund të veproj krimi pa segmentet e tij në polici dhe në drejtësi. Nuk mund të veproj. Dhe në politikë. Janë të tëra të lidhura bashkë, sepse politika komandon drejtësi, drejtësia lidhet me krimin, krimi vën njerëz e tij atje ku duhet në poshtë kyçe. Do hiqen zvarr edhe ata që janë arrestuar, do japin llogari se u kanë popsitur letrat, edhe këta magjistrat, këta gjyqtarë dhe prokurorë që tallen me drejtësinë dhe me djersën dhe me lekët e popullit, se marrin lekë dhe i nxjerrin të lirë. Jo zotëri janë bashk. Pra drejtësi, prokuroria kryesisht. Policia, një pjesë e policisë, jo të se ka policë shkëlqyer që shpirti i tyre di çekin, dhe ata janë më të diskriminuarit, por kupola e policisë dhe kupola e prokurorisë. Unë bëj thirrje zotit drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit. I them zotëri, largoj policë e inkriminuar. Largoj se nuk e ke mirë punën. Mos u bër pjesë e krimit. Ti je djalëri, ti je lap që ke aftësi të shkëlqyera drejtuese, por nuk je vegël Edi Ramës, as Sali Berishës që të mbrosh kriminalët e tyre, të mbrosh hajdutët dhe vrasësit e tyre, e komanduar nga ata. Dili zot detyrës tënde që ke, dili zot vendit, ke një detyrë sa të shenjtë aq edhe fisnike,
sepse jenë mbrojtje të jetës dhe të lirisë e njerëzve këtu në Shqipëri dhe largo policë e korruptuar. Kaq them unë. Sot, si ndryshe nga herët e tjera, avokat konstatova një zhgënjim të madh tuajin për Spakun. Ky ishte lajmi i madh. Domethënë që Më dëgjoj një minutë. Sot është ditë e shtunë, zotëri. Spaku të ishte që të shtunën e kaluar që duke filluar nga e hëna filluar arrestimet. Dhe Spaku këto gjëra nuk i bëri. Përse erdhën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, delegacioni përse erdhi? Erdhi për mua, por edhe për ty? Jo, zotëri, për Spakun ka ardhur. Pra, nuk është zgënjim im, është zgënjim në radhë parë i amerikanëve atyre që i paguajnë sa për mu punën, i paguajnë atë Dumanin. Sa për mu punën e paguajnë që të bëj detyrën. Kurse ai fshihet si struci, mbulon kokën e zbulon bythën. Jo, zotëri, jo. Nuk kemi zgënjur unë, na ka tradhtuar dhe na ka lënë në balë ai që nuk zbaton detyrën, Altin Dumani, me atë krajën, ish oficerin e sigurimit shtetit, se ata janë atje, dhe ata bëjnë lojën e Ramës dhe Sali Berisës. Se të dini një gjë, asnjë nga ata nuk ka dalë jashtë shkollës së këtyre dhe jashtë urdhrit dhe përkatësisë partijake, PD, edhe rilindje më të thash. Janë bashkë. Ore janë bashkë, po Shqipërinë e ka pllakosur një oktapod shumë i fuqishëm, që vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta çrrënjosin, do t'ia presin tek tentakulat. Dhe unë për këtë kam besim absolut. Duke uruar që kjo të ndodh, unë të falenderoj shumë avokat për bisedën. Edhe unë të falenderoj ty për kërkesën për të intervistuar, për të më intervistuar, duke përshëndetur njëkohësisht edhe të gjithë teleshikuesit tuaj. Sepse klikimet e tyre dhe shikimet e tyre dhe vlerësimet e tyre neve na inkurajojnë që të vazhdojmë të flasim edhe të punojmë dhe të përpiqemi në interes të kombit, jo të pushtetit, të shtetit. Dhe që Islami ka qenë, është dhe do mbetet gjithë jetën për të ndërtuar shtetin, jo pushtetin. Për mua është pushtet burë këtë duash, mjafton zbatojnë ligjet e shtetit. Po këtu është shkelur dhe është bërë një shtet si në kohën e Enverozës. Asnjë gjë s'ka ndryshuar, asnjë gërm. E vërteta të bën të lirë, edhe ju e keni këtë avokat, unë të falenderoj shumë. Dhe unë falenderoj juve.